بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين الله نفلم درويم كسباجة شوف بمحمد صلى الله عليه وسلم Vazhdojmë me kronikën e 5 me radhë kronika islame, ku kësaj radhe me lejen e Zotit fuqiplot do të flasim për një figurë mjaft interesante. Është një figurë e cila ka pseudonimin Malcolm X dhe pikërisht kur përmendet emri i kësaj figure automatikisht na shkon mendja tek raca e zezë që ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala dhe pikërisht ky besimtar, ky musliman i cili në fillim kishte koncepte të gabura me lejen e Zotit deshti të ndroj sepse pa të vërtetën dhe u takua me personalitete të ndryshme. Flitet do të thot pikërisht pra për Malcolm X-in, i njohur ndryshe me emrin El-Haj Malik El-Shabbaz, me emër pra musliman suni, i cili ka lindur në 19 maj 1925 dhe vdiq me 21 shkurt 1965. Malcolm X-i ka qenë një ndër personalitetet më të njohura të rezistencës civile edhe të mbrojtjes drejtave të zinjve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe njihet si një ndër do thot personalitetet i cili sakrifikoi dhe bënte pjesë pra në Nation of Islam, që me të vërtet kjo organizat ishte një organizat e getoizuar, e mbyllur, që kishte tendencë të krijonte një shtet brenda shtetet të zinjve brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mirëpo Malcolm X-i do thot që e kishte mbiemrin X e mshefte për shkak se kishte mbiemër të sllavërisë dhe që të mos ofendohej e fshehte pra këtë X e quante, dhe pra Malcolm X-i me lejen e Zotit u takua me një personalitet të njohur, Elia Muhammed, kur do thot mori udhëtimin për në Libi, Egjipt dhe shkoi edhe në Qabe. Mirëpo Malcolm X-i u burgos dhe në burg për të mësuar shkrimin kaligrafik, arriti do thot të përshkruaj një fjalor me dorën e tij. Dhe pasi doli nga burgu do thot arriti të fitojë njohuri të mëdha, pas një jete që kishte kaluar gjatë fëmijërisë së tij, një jetë shumë të zymt, ta quajmë asisoj, sepse kishte shërbyer gjitha llojet e profesioneve. Mirëpo deshti Zotit që ky njeri të dallonte të vërtetën nga e pavërteta dhe të muros atë dallimin, diferencimin mes të bardhëve dhe të zive, dhe të punoj pikërisht me sunetin e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili thot nuk ka dallim prej të bardhit, prej të ziut, illa bit taqwa, at-taqwa ha huna, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, taqvallahu është këtu, dhe nuk ka dallim i bardhit prej të ziut përveç se me devotshmëri tek Zoti juaj. Dhe pra ky njeri pasi që do thot u shmang dhe kuptoi të vërtetën në Qabe, takua me njerëz të ndryshëm, e kuptoi se Islami nuk është vetëm për të zit, por Islami është për të bardhë, për të zit, për të gjitha ngjyrat dhe s'ka dallim. Bëri një revolucion shumë të fuqishëm, saqë sfidoi dhe CIA-n amerikane dhe do thot u vra në vitin 1965 padrejtësisht nga shërbimi, siç mendojnë disa, apo siç thonë nga vet Nation of Islam, 3 personalitete. Mirëpo mendohet, ka mendime që këto mund të jenë thjesht spekulime, por ai u vra nga CIA amerikane sepse arriti kulminacion në çështjen e davetit, në çështjen e thirrjes islame, arriti të bëjë një frym të fuqishme islame me atë oratorinë e tij, me ato mundësitë e tij që Zoti e kishte dhënë. Ishte një ndër aktivistat e njohur islam dhe padrejtësisht u vra si shkak
dhe si arsye se ishte prej thirrsave islam dhe po bënte revolucion në thirrjen islame, andaj u vra nga shërbimi sekret i CIA-s amerikane. Dhe vëllezër të nderuar, pra ky është një figurë dhe është një figurë, po të hyni në Wikipedia, do të thotë në internet, mund ta shkruani Malcolm X, mund ta lexoni jetën e tij edhe në gjuhën angleze, por edhe në gjuhën shqipe. Me të vërtetë mjaft interesante, mirë po disa gjëra në Wikipedia duhet merren me rezerva, sepse duhet të dimë se kush është autori i tyre, apo sepse ka grupe të caktuara të cilat ndoshta e shkruajnë biografinë e tij në bazë të interesit që në bazë të interesave të tyre, apo mbajnë anën ideologjike të ndonjë grupacioni të caktuar, pra duhet i marrim ca gjëra me rezerva, mirë po gjërat elementare themelore mund t'i gjeni pra në biografinë e Malcolm X-it. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar përmes hadithit të njohur që thotë, nëse një pris nga Habeshi, pra një pris i zi qoftë ai, nëse vjen t'ju udhëheq juve, duhet t'i bindeni atij prisi. Dhe në jetën e në historinë islame na kujtohet Bilal Habeshia, që ka qenë një ndër sahabët e dalluar dhe të veçuar, i cili do thot kur hyri në tet qelloi Ebu Sufjani dhe i tha ku je ti zi, dhe ai tha un jam robi i Allahut, ashtu siç më ka krijuar Allahu mua. Pra i tha Ebu Sufjani në kohën kur ishte në ignorancë, i drejtuar dhe i tha ku je ti zi, dhe Bilali ja ktheu dhe i tha un jam ai që më ka krijuar Allahu dhe më ka nderuar që të jem muezini i parë, thirrsi i parë, do thot t'i thras njerëzit për namaz, hayya alas sala, e janë në namaz, e janë në shpëtim. Dhe pikërisht vëllezër, nga këto figura të quajmë poliedrike, këto figura të cilat do thot pa marrës parasysh kohën në të cilën kanë jetuar, edhe pse po flitet në vitet fundi i viteve 40, fillimi i 50-tave deri në vitet 60, do thot koha do thot e zhvillimit, do thot koha moderne, ta quajmë asaj, por po sjell elemente dhe figura dhe njerëz të cilët kishin rastin pra të bëjnë thirrje të madhe islame. Sa që Malcolm X pra ishte një ndër personalitetet që u bë sebeb apo u bë shkak që boksiri i njohur Cassius Clay ose Muhammed Alia ta pranoi islamin, dhe thuhet në vrasjen e tij duke ligjëruar kishte qenë, dhe pasi që e vran Muhammed Alia, qajti dhe deshti t'i nxente pra ata do thotë që ja lanë gjyst ato predikimet islame të tija të fuqishme, që me të vërtetë ato predikime ndikonin në thirrjen, davetin që bënte, ndikonin në thirrjen islame, që njerëzit ta kuptonin islamin me ato mundësitë që dhe me atë potencialin, atë dijen, qoftë ajo vogël apo e madhe, të Malcolm X-it, por që Zoti i dha bereqet që të ketë tash me grupe musliman të cilët në atë kohë kanë pranuar islamin. Bile kisha rastin të dëgjoja në internet një ligjërat në YouTube të Siraj Wahaj, është një ndër, do thot një ndër të preferuarit e mi ligjërues islam, që kanë themeluar Mecca Center në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Siraj Wahaj flet për jetën e Malcolm X-it. Po ashtu dhe Hamza Yusuf dhe shumë të tjerë flasin për jetën e Malcolm X-it, që me të vërtetë ka qenë një njeri shumë popullor, shumë i përmendur, dhe me ato mundësitë e tija të vogla ka bërë shumë në aspektin e thirrjes islame. Allahu na bëft prej të tillëve që thrasin në rrugën e Zotit, siç ka thënë Zoti në Kur'an: Bismillahirrahmanirrahim, udu ila sabilillahi rabbika bil hikmeti wal mau'izati al hasanat. Na bëft Zoti prej atyre që thrasin rrugën e Allahut me urtësi dhe me bamirësi dhe me dashuri dhe me afërsi, të thrasin njerëzit butësisht dhe të tregojmë realitetin, hakun, qoftë edhe ai kundër nesh, dhe Allahu na bëft prej të mirëve dhe na bëft prej drejtëve dhe na ruajt nga sherri shejtanit, minel ins wal jin, dhe na ruajt Allahu prej drejtit mallkuar,
do na bëth pejt mirëve, na bëth pejt siddiqinëve, shuhedave. Unë jam një vëlla juaj, Imam Arbe Berisha, ligjëratat tona I keni kudo në internet. Dhe me kaq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, qulu qabli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.